Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falënderim të madhin Zot, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin profetin sallallahu alaihi wasallam. Babu tahrimi as-sayd lil muhrim. Ndalohet gjuetia për udhëtarin, për muhrimin, për atë që është me rrobat e ihramit, për atë që ka bën jetën për ihram dhe është fut në haxh ose në umre, e ka të ndaluar gjuetim. Faktikisht u bëhet fjalë vetëm për gjuetim e tokës, ndërsa për gjuetim e detit ose të liqenit ose të lumejve e ka të lejuar, e ka halal. Transmetohet nga Sa'd ibn Juthama al-Laythi se i ka dhuruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një zebër në Abua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu sërish. Nuk ja pranoi zebrën. Mirë po, pa që u mërzita, thot sahabiu. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna lam naruddahu illa anna hurumun." Nuk ta kthyem zebrën vetëm sepse ne jemi në ihram. Pra ky e kishte quajtur zebrën, e ka zënë gjallë. Dhe ashtu siç ka zënë gjallë, ja ka sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthyer mbrapsht. Po mirë, nëse një njeri që ka halal gjuetim, gjuan dhe i sjell këtyre që janë në ihram, lejohet. Me kusht që mos tjetë muhrimi ai që e parosit, ai që është në ihram, dhe mos tjetë muhrimi ai që ndihmon. Nëse dikush ka bërë gjueti dhe nuk është në ihram, edhe një pjesë të gjallët e tij masi e ka zënë, e ka therr, ja sjell muhrimin dhe lejohet. Lejohet, por pa porosinë e tyre dhe pa ndihmën e tyre. Po nëse e sjell gjallë, s'lejohet. Abu Qatada tregon radhiyallahu anhu, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Al-Qaha, në një vend pra afër Mekës, dhe kishte prej nesh, prej atyre që ishin në ihram, dhe kishte prej nesh që nuk ishin në ihram. Pra njerëzit ishin disa në ihram dhe disa jo në ihram. I pa shokët e mi që po shifshin diçka dhe ishte një zebër. Në momentin që zebra u fut në mesin ton, ata u tërhoqën të gjithë. Dhe thanë nuk të ndihmojmë dot, sepse jemi në ihram. I hodha unë, thotë sahabiu, dhe e mora pra zebrën dhe shkova mas një kodre dhe e thera. Disa për ty në thanë, ne nuk ka ham, se të është gjatë. E solla tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeta, tha hajeni, është halal. Pra zebra e parë ishte e gjallë, e refuzoi. Zebra e dytë ishte e therrur, halal. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur së ngjarjen Hudejbije. Në Hudejbije, që kanë shkuar me ihram, dhe ka qenë e kohë që pritëshin, këtu ka ndodhur. Abu Qatada gjithashtu tregon një hadith tjetër, thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli për të bërë haxhin dhe dolën me të disa prej shokëve të tij. Ndër këta ishte edhe Abu Qatada. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Khudhu sahil al-bahr hatta naltaqi." Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merrni bregun e detit, pra si më thon mos ecni me ne, po vini nga bregu i detit, derisa të takohemi. Dhe kështu vazhduan, thotë. Të gjithë bën ihram përveç Abu Qatadës.
Edhe është historia që është përsërit po përpara. Që mos ta përsërisim edhe një herë, që e ka e njëjta histori. Pra bëhet fjalë për umre këtu, pavarësisht se ka quajtur haxh. Doli pejgamberi sallallahu për haxh ka thonë Ebu Katadia. Pra, ky është një nga argumentat se umreja është haxhi i vogël. Umreja është haxh i vogël. Ndërsa haxhi është haxhi i madh. Okej. Zoti shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.